Ky projekt I jep një goditje fatale pozicionit geostrategjik dhe favoreve që vjedhin. Gjithmonë, geostrategjia është fuqi natyrore dhe favoreve që zotron Shqipëria nga ky pozicion I Durrësit. Porti është një ndërshkim madhor edhe për transportin, për çmimin e madrave, mbasi shumica e tyre do vinë nga Tivari, do vinë nga portet tjera, në Vlorë është mbyllur porti, Saranda nuk ka port, Shëngjini po është, kështu që ky vend me 400 kilometra breg është pothuajse pa porte. Në një kohë kur ky ishte nyja më e rëndësishme, më e përshtatshme, sidomos pas ndërtimit të rrugës Kombit. Rruga e Kombit është korridori më fizibël. Dhe nëse u kujtohet ju, edhe marrëveshja e Washingtonit përcaktonte hekurudhën Nish, të themi Nish Durrës, dhe një port edhe më të thellë, sepse ky është pozicioni gjeografik I Shqipërisë. Shqipëria ka këtë avantazh. Shqipëria ka paguar çmim më të shtrenjtë për shkak të këtij pozicioni, e kanë pushtuar nofta 30-40 herë fuqitë e huaja dhe jo për gjë tjetër, vetëm për shkak të pozicionit.